Ajde natën. Ajde kush e ka radhën, babi? Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Ja ku dolëm këtu te gëvëndi te gëdhoma, edhe doja t'i tregoj çik veshjen se nuk rria dot pa ju tregu. Edhe unë nuk rria edhe ju jeni kurioze. Megjithse kam për të ndruar edhe çarçafët. Duhet i ndroj se zbën çarçafët i organeve. Sot duhet i ndroj se zbën. Atëherë unë kam veshur këtë pellushi që ja kam treguar domethënë që e mora tek Zara atëherë. Edhe është një set që është për palestër. Unë e kam marrë sepse bëj palestër në shtëpi, në mëngjes kur ikëm Fatmirin punë, nga ora 5-6, domethënë 5:30 ngrihemi, bëj pak palestër. Dhe në fakt ky seti për Argitën ishte, po Argita nuk i do kaq ngjyra, domethënë të verdha nuk e pëlqen shumë, i do më shumë të errta, nuk i ka qef. Megjithse bluzën thot mund ta marr ndonjëherë. Edhe ja ky është, po s'po ju tregoj më tepër që e mos kujtoni se do dalun kështu, ja kështu. Pavarësisht se nuk është që trupin e kam keq, po edhe sido që t'jetë trupi, kush ka dëshirë mund t'i vesh pas një lloj problemi, domethënë pas një lloj kompleksi. Unë nuk e vesh vetë, nuk e di, ndoshta s'ndihem mirë ndonjëherë, gjithmonë s'ndihem mirë kur i vesh këto të ngushtat, por doja që ta vishja, pse jo për të ndjerë dhe çik më rehat me veten time, po ju, nëse keni dëshirë kushdo me i vesh, mos keni komplekse, mos më dëgjoni mua. Domethënë ja, se këto kanë edhe ngjyrën e verdhë, po t'ishin më të errta, zeza, po patjetër që edhe mund t'i vishja, se zeza nuk është që duken. Këto kanë një qipje me rrudh nga mbrapa, pra janë për palestër, po me që unë do heci pak buzdetit. Dhe çfarë do marr? Mania ime me lulet. Ajo çmenduria ime me lulet. Që burri im i dashur Fatmiri thotë që më mirë po të marri ser me qera, i ka tje risa dush, fli gjumë, knaqu me lulet, po mos mbli, mos m'plasë, domethënë. Edhe më sjell edhe ai me vazo, ja ka marrë dhe ai dorë, rri, i është fiksu kur shikon do i se rrugës andega ikën punë, e merr në një lule. Edhe ato lulet portokalli që i kam te balkoni, më solli një ditë edhe ai një vazo të vogël, edhe më janë bërë një 3 pata dhe një 4. Por ato që do marrën sot janë kështu të mëdhaja, të verdha, lule vjeshte, domethënë shumë të mëdhaja, e kanë çel plot dhe do ju a tregoj. Kur t'i blej që t'i vendosim në makinë. Do bëjmë një ecje, mua më duhet që disa skica, edhe do bëj një sup shumë të mirë me kungull. Do merrem edhe me Adrianën, kam punë me Adrianën, ço me i shkollë, merr me i shkollë. Po edhe me Argitën bëj punë, kam dhe Argitën, që Argitës tani shumë shpejt, domethënë do t'i vi një mësuese personale për matematikë, sepse i duhet për provime, edhe duhet të turrem kudo. Po dhe nga shtëpia dua të iki, kështu që e nisim një herë ditën, pastaj të tjerat na vinë me radhë.
shkojmë të gatuajmë në kuzhinë, diçka të mirë për vjesht. Mirë me ngjesi goca, per më duhet të shkoj të ndroj një pal pantallona, I ka ble vetë Argita, por I ka të mëdhaja, kështu që duhet të shkoj tek Straordinarius, që t'ja kthej, edhe të shikoj se ka dalë këto moda me Lara, do t'i marr një xhup të shkurtër që ka dalë kështu si mund t'i quhet, tash se harrova dhe emri, këto me pulla të bardha kafe. Edhe doja marr Argitës, po do ta vesh edhe unë. Sa e dua këtë qytet, sinqerisht, o zot. E dua shumë. E pardje mbram, me që harrova t'ju tregoj, erdhën disa gjëra nga Shqipëria, rrush, fasule dhe ullin. Por gjysmat do vinë nga fundi javës. Për këtë këtu e kam fjalen. Është edhe shumë materiali mirë, edhe ishtë I ngrahë, më pëlqen. Dhe me thënë mund vishet dhe për pranë verë.
Harrova t'ju thoja që do bëj thonjë sot, jam shumë e ngarkuar. Do të shkoj t'i bëj tek një vajzë. Për këtë, po ju thoja, shumë i bukur. Kam ditë që kanë dalë mod. Në fakt doja një pullover, pas po e gjej, më duket ka tek Hemeja. Se di kë më duket i mas, medium. Shti mas. Po ikin në shtëpi, tani floket e dini ju, nga që koha këtu është pak vranët dhe floku im kur e drejtoj, kthehet si frësime ande. Do ju tregoj xhupin që mora. Ai G-box, do të thënë që ju a tregova tek Extraordinarius, e do ta veshim të dy vergitën. Edhe kaq, po ikim në shtëpi, do bëjmë fasule sot. Sula do me thënë që t'ju a tregoja, si që tregojmë gjithmonë kështu, por vendosa që t'i vesh direkt. Ja, ky është xhupi me këtë pushin. Është një kështu si push i lehtë, si i prerë, shumë i bukur. Edhe sinqerisht po më pëlqej ka shumë dhe të mban ngrohtë.
të ma gëzoj Argita, po që do ta marrë një xhiro s'bet fjalë. Edhe këto pantallonat bleva. Këto. Ja kanë vesh dhe me çizme. Edhe janë bezh. Pra shikoni pak. Nuk I di pse, po më duket vetja si ato që do kalërojnë me kuaj, sigara me kuaj. Këtë përshtypje po m'jep kjo veshje. Këto çizmet, kam harru me ju a tregu, janë te Gesit dhe kanë një lëkurë fantastike, po kanë një rehat në këmbë super. Për juve që më keni pyet pse I blen Ges, këpuca Ges është numër 1, atletja, këpuca me taka që mund ta veshësh çfarë do lloj take, edhe nëse është e holl, sinqerisht e them, këmbët e mia kanë gjetë aq rehat që mund të eci me orë edhe me taka, në krahasim me çfarë do lloj këpuce tjetër. Për mu janë super, sinqerisht, edhe prerja e çizmeve që janë numër 39, edhe duken akoma më të mbledhura. Shumë të bukura, nuk duket këmba e madhe. Me që numri 39 është goxha numri I madh. Unë ndonjëherë afër tek 40 ose 39,5, 40, varet këpuca, por gjithmonë do me thënë tek Nike mund të më bëjnë ose tek Adidas atletet mund të bëjnë dhe 40. Por ja që tek Gesi kam gjetë rahat me një numër me 39 që unë vesh, ma ka gjetë fix si atletet, edhe çizmet, edhe një palë që janë këpucë sandale bezh, që I kanë vesh janë me maj. Dhe këto ishë një 2 blerje, do me thënë të vogla, shkova me ndru pantallona dhe përfundova me këto. Dhe kemi ardhur në fund të videos. Do të shihemi në videon tjetër, në next video. Unë këto nuk e di, mund edhe t'i laj pak me dorë, një ujë kështu pak me ujë të vakët, do me thënë. Kjo do me ujë të vakët, se pantallonat s'kan problem. Edhe tham që do shihemi në videon tjetër, Përpafshim.